Edi Rama ka urdhëruar fazën e dytë të spastrimit të njerëzve të Erion Veliajt në administrat, nga që duket se ndjen lëvizjen e kryebashkiakut të Tiranës. Në këtë njeriu i komanduar nga Edi Rama si drejtor, Skerdi Drenova, ka ndërmarrë një fshesë të madhe, duke larguar një numër të madh punonjësish. Motivimi zyrtar është shkurtimet për të ulur numrin e madh të stafit të fryrë nga administrata paraardhëse, por në realitet gjithçka është një akt politik. Lista është hartuar me kujdes, duke hequr të gjitha ata persona që konsiderohen si mbështetës të Erion Veliajt, një lëvizje që duket se ka vulën e të madhit lart, i cili kërkon të spastrojë stafet e PS-së së Tiranës dhe grupet mbështetëse nga ata që i konsideron si diversant. Pas UKT-s këto ditë pritet një përdafje i ri në ndërmarrjet e tjera në policinë bashkiake, si dhe në selinë qendrore të bashkisë. Rama synon të godas me grusht të fortë të gjitha qelizat që konsiderohen si përkrahës të Lalit, për të ndaluar çdo mundësi riaktivizimi në një lëvizje të mundshme të kryebashkiakut, që po i shkakton dhimbje koke. Edhe pse në Këshillin Bashkiak ishin vetëm 2-3 zëra që u ndan nga tufa e madhe që i qëndroi besnik e kryeministrit, Rama e ka parë negativisht atë vatër të vogël rezistence, ndaj ka menduar që ta shtyp me grusht të hekurt. Në këtë periudhë, kreu i mazhorancës ka hyrë në fazën më të vështirë politike, ku nuk mund të avancojë më në përkraje të reja, ndaj po kërkon të ndalojë me të gjitha mjetet hemorragjin brenda mazhorancës, e cila ka dëmtuar PS-n edhe në të shkuarën, por që ka ndodhur edhe në vende të tjera. Në mënyrë identike Rama po zbaton metodën e Erdoganit për fuqizimin e pushtetit të tij, duke spastruar partinë dhe establishmentin e tij her pas here nga armiq të brendshëm që i shes si kërcënim. Veliaj nuk është veç se një lëvizje e radhës. Pas tij, sipas të gjitha gjasave, do të rinis loja e armiqve, fillimisht duke u dhënë pushtet, e më pas duke i goditur fort, pasi Rama ka grumbulluar në duart e tij të gjithë aparatin e dhunës së shtetit. Nga shërbimi sekret te policia dhe organet e tjera, ai ka shpërndar amazonat e tij, të cilat nuk janë gjë tjetër veç se diella të klonuara që veprojnë sipas komandës së shefit.